Dashi, një ditë plot energji dhe potencial transformimi ju pret. Në dashuri, momentet intime do të sjellin thellësi të reja në marrëdhënie. Kujdesuni për detajet e vogla që shpesh flasin më shumë se fjalët. Në punë, do të ndjeni shtysën për t'u përballur me sfida të reja. Mos kini frikë nga ndryshimet, pasi ato mund të sjellin mundësi të papritura rritjeje. Financat janë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta. Një planifikim i kujdesshëm është sidomosdoshëm. Gjithashtu, mos harroni të merrni kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi mund të rigjallërojnë shpirtin tuaj. Mos harroni, çdo ditë është një mundësi e re për të zhvilluar dhe për të përjetuar mrekullitë e jetës. Demi. Sot është një ditë për të reflektuar dhe për të bërë një hap pas për të parë pamjen e plotë. Ndonjëherë, momentet e qeta janë ato që ndriçojnë rrugën tonë. Në dashuri, është koha për të dëgjuar më shumë dhe për të ndarë ndjenjat tuaja të thella. Një bisedë e sinqert mund të sjellë afërsi të reja. Në punë, përpiquni të qëndroni të organizuar dhe mos lejoni që detajet të ju shpërqendrojnë. Fokusi do të sjellë rezultate të kënaqshme. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të nxituara. Kujdesi ndaj detajeve të vogla mund të parandalojë surpriza të padëshiruara. Ndryshe nga zakonisht, sot posti i vetmuar i një yllësie të largët mund të jetë më tërheqës se zakonisht. Shijojeni qetësinë. Binjakët. Sot, universi të nxit të shikosh më thellë brenda vetes për të gjetur paqen e brendshme. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të ripërtëri lidhjen me partnerin. Tregohu i hapur ndaj ndjenjave të tua dhe mos nguro të dëgjosh zemrën. Në punë, mendja jote e shpejtë do të jetë aleati më i mirë. Shfrytëzo kreativitetin për të zgjidhur detyrat që dukeshin të pamundura. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme. Nëse ndjen pasiguri, ndalo për një moment dhe vlerëso situatën. Sot, liria e frymës tënde do të ndriçojë çdo cep të ditës. Kujdesu për shëndetin duke lejuar vetes një pushim të vogël. Beso në intuitën tënde dhe mos harro të buzëqeshësh. Daforia. Kjo ditë sjell me vete një valë të re optimizmi. Mund të ndjeni nevojën për t'u lidhur më shumë me të dashurit, duke u fokusuar në krijimin e momenteve të veçanta. Në punë, qëndrueshmëria juaj do të vlerësohet dhe disa mundësi të papritura mund të hapen në horizont. Përpiquni të ruani qetësinë dhe të dëgjoni intuitën tuaj kur bëhet fjalë për vendime financiare. Kujdesi ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të shmangni pengesat. Ndjesit tuaja të forta mund t'ju udhëheqin drejt zbulimeve të reja për veten. Lërini emocionet të rrjedhin lirshëm, duke i lejuar vetes të përjetoni çdo ndjenjë me intensitet. Kujdesi për veten është thelbësor. Një shëtitje në natyrë mund t'ju ofrojë paqe dhe qartësi mendore. Luani. Sot është një ditë e mrekullueshme për të shprehur ndjenjat me shumë dashuri dhe butësi. Nëse keni një projekt që kërkon kreativitet, koha është e duhur për ta nisur. Në punë, një surprizë pozitive mund të vijë nga një burim i papritur, duke ju motivuar më shumë. Kujdes me shpenzimet e panevojshme, pasi financat kërkojnë pak më shumë vëmendje. Mendoni 2 herë para se të bëni një investim. Ndjenja e sigurisë dhe stabilitetit është e fortë tek ju sot, duke ju ndihmuar të përballeni me sfidat me qetësi. Merrni pak kohë për veten dhe meditoni për qëllimet tuaja të ardhshme. Një bisedë e ngrohtë në mbrëmje me miqt ose familjen do t'ju japë energji dhe lumturi. Gëzoni ditën. Virgjëresha. Sot, universi të ofron një mundësi për të reflektuar mbi gjërat që vërtet ke për zemër. Në dashuri, hap zemrën dhe lejo ndjenjat të flasin. Mund të jetë momenti i duhur për një bisedë të sinqertë me partnerin ose një person të afërt. Në punë, energjia jote praktike do të shkëlqejë. Fokusohu në detaje, sepse saktësia do të ndihmojë të arrish qëllimet e tua. Financat po stabilizohen, por është mirë të mbash nën kontroll shpenzimet. Nëse planifikon blerje të mëdha, mendo 2 herë para se të veprosh. Gjithçka duket pozitive, vetëm mos harro të gjesh kohë për veten. Kujdesu për shëndetin mendor, ndoshta një meditim do të ndihmon të rrigjesh qetësinë e brendshme. Dita premton qetësi dhe harmoni. Peshorja. Fillimi i ditës sjell një ndjenjë harmonie dhe balancimi të brendshëm. Në çështje të zemrës, dëshira për të komunikuar thellësisht me partnerin do të jetë e fortë. Kujdesu që të dëgjosh me zemër të hapur dhe të ndash mendimet tua me qetësi. Në punë, bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit sot. Mund të hasni sfida, por aftësia për të negociuar dhe për të gjetur kompromise do t'ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë energjinë tuaj të brendshme dhe të rikthejë qetësinë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se ndonjëherë heshtja flet më shumë se fjalët.
Dëgjoni instinktet tuaja dhe gjithçka do të rrjedhë natyrshëm. Akrepi. Dita e sotme sjell një energji të re që të frymëzon për të ndërmarrë hapa të guximshëm. Në dashuri, kalo kohë cilësore me partnerin, duke forcuar lidhjen tuaj me biseda të thella dhe momente të ndjera. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet. Mbaj syt hapur për ndonjë ndryshim që mund të sjellë avantazhe afatgjata. Financat duken premtuese, por sigurohu të mos bësh shpenzime të pamenduara. Të qenit i kujdesshëm do të shpërblejë më vonë. Ndjenja të ndritshme dhe të ngrohta përshkojnë zemrën tënde sot. Merr kohë për të reflektuar dhe qetësuar shpirtin. Një shëtitje në natyrë ose disa momente meditative mund të japin paqen që kërkon. Kujto se çdo sfidë e vogël sjell mësimin e vet. Shigjetari. Gjatë ditës së sotme do të ndiheni të mbushur me energji pozitive që do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë që mund të shfaqet. Në punë është koha e duhur për të ndarë idetë tuaja novatore me kolegët. Mund të zbuloni mbështetje të papritur nga ata që nuk e prisnin. Në aspektin financiar është e rëndësishme të qëndroni praktik dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, harmonia do të mbizotërojë në marrëdhëniet tuaja personale, veçanërisht nëse jeni të hapur për të dëgjuar partnerin tuaj. Një mbrëmje e qetë me një bisedë të sinqertë mund të sjellë afërsi të re. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e pushimit. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të përmirësojnë ndjeshëm mirëqenien tuaj emocionale. Britsjapi. Sot pyet ju ftojnë të përqafoni ritmin e natyrës për të gjetur qetësinë e brendshme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të rikthejë harmoninë dhe mirëkuptimin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndisë një shkëndijë të re. Në punë, projektet që kanë qëndruar pezull mund të marrin një hovë të ri nëse i jepni prioritet bashkëpunimeve. Financat kërkojnë një vështrim më të kujdesshëm, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusi duhet të jetë në kursime. Një çast relaksi në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni balancën dhe energjinë. Kujdesuni për mirëqenien tuaj me frymëmarrje të thella dhe kapni çastet e vogla të qetësisë. Dita premton të jetë plot mundësi për të rritur vetdijen dhe besimin tuaj. Ujori. Dita e sotme sjell një frymë të re që të fton të hapesh ndaj mundësive të papritura. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të thellojë lidhjen me partnerin. Mos hezito të shprehësh atë që ndjen. Në aspektin e punës, kohët e fundit ke punuar shumë dhe tani është momenti të dëshmosh aftësitë tua. Mos harro të planifikosh me kujdes dhe të bashkëpunosh me kolegët. Financiarisht, bëj kujdes me shpenzimet e vogla që mund të mblidhen me kohë. Ndjenjat e përgjithshme do të jenë të qeta dhe të stabilizuara. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të jenë një ilaç i domosdoshëm për shpirtin tënd. Lejoje veten të mendosh pozitivisht dhe të shijosh momentin. Kjo është një ditë për të përqafuar ndryshimet. Peshqit. Fillimi i ditës sjell një qetësi të butë, si valët që përkëdhelin bregun. Në dashuri është koha për dialog, hap zemrën dhe dëgjo me kujdes atë që thot partneri. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në punë, një projekt i vjetër kërkon vëmendje dhe mund të jetë dita e përsosur për të gjetur një zgjidhje krijuese. Financat do të kërkojnë pak më shumë vëmendje, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëj plane afatgjata. Dëgjoj intuicionin tënd dhe kërko balancën e duhur mes detyrave dhe kohës për veten. Natyra e brishtë e shpirtit tënd do të shkëlqejë sot, duke të dhënë një ndjenjë të përmbushur dhe harmonisë së brendshme. Mos harro të falenderosh për momentet e vogla të lumturisë.